Pas Turqisë, e cila i ka kufizuar ministrit të mbrojtjes Piro Vengu informacionet ushtarake për shkak të dyshimeve se ai është betuar si shtetas grek, edhe vetë shteti grek ka vendosur 2 masa kufizuese ndaj tij, sepse nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për të kryer shërbimin ushtarak në Greqi. Në vedeklarimin e ministrit Vengu në kuadër të ligjit për figurën, integritetin dhe dekriminalizimin, rezulton se shteti grek i ka kufizuar kohën e lëvizjes dhe qëndrimin Schengen në Greqi nga 3 muaj në 1 muaj. Ministrit Vengu i është vendosur masa ndëshkuese Schengen për shkak se nuk është paraqitur për shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Greqi. Sipas ligjit grek, kufizimi i qëndrimit në vetëm 1 muaj do të jetë në fuqi deri në moshën 45 vjeçare, që është afati ligjor i detyrimit për shërbimin ushtarak. Vengu është 39 vjeç, ndaj edhe për 6 vite të tjera do të mbetet në këtë masë kufizuese. Gjatë ushtrimit të detyrave në Ministrinë e Kulturës në Bashkinë e Tiranës, në Drejtorinë e Transportit, në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe përmes kompanive të tij private, Blendi Gonxha është përfshirë në shumë afera korrupsioni. Për asnjë prej tyre ai nuk është proceduar penalisht. Pas afrimit të SPAK tek selia e kryeministrit Edi Rama, ministri Blendi Gonxha është futur në panik dhe Afrika e prangave dhe ka nisur lëvizje dinake për të shmangur përgjegjësinë penale. Ai po u angarkon përgjegjësitë vartësve përmes delegimeve të përhershme të kompetencave që ligji ia njeh vetëm ministrit. Brenda një dite, Gonxha ka nxjerrë 3 urdhra si ministri i turizmit, kulturës dhe sportit, duke deleguar tek Lambriola Misto kompetencat për firmosjen e vendimeve, kontratave, licencave dhe lejeve të zhvillimit që kërkohen nga bizneset private. Ish presidenti Bamir Topi shkon në SPAK ku do të pyetet për çështjen e 21 janarit. Topi është thirrur si person në dieni, pasi në ato kohë ai ka mbajtur postin e kreut të shtetit shqiptar. Për dosjen e 21 janarit në SPAK janë paraqitur më parë edhe kreu i PD në atë kohë kryeministër Sali Berisha, si dhe Lulzim Basha në cilësinë e ministrit të brendshëm. Në librin e tij, Bamir Topi rrëfen disa detaje për ngjarjen e 21 janarit. Ju rikujtojmë se për herë të parë që kur SPAK mori në dorë dosjen për krimin shtetëror të 21 janarit, Sali Berisha u paraqit në 19 nëntor në prokurori për dhënë llogari për ngjarjen e rënd të 21 janarit të vitit 2011, ku 4 protestues u vranë në bulevardin para kryeministrisë. Presion politik i ka konsideruar shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, deklaratat dhe komentet e kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin e GKK-s, e cila vendosi pezullimin e Belinda Balukut nga pozicionet qeverisëse. Pas kërkesës së SPAK, kryeministri u drejtua gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e GKK, duke e cilësuar atë si një ndërhyrje të hapur të një pushteti në kompetencat e një pushteti tjetër. Në reagimin e shoqatës së gjyqtarëve, çdo deklarat në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë, prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik, jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklarat që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore, apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe, thuhet në reagim. Kalon për gjykim çështja e Ervis Berberit dhe të pandeurve të tjerë të dyshuar për abuzime me tenderat e ARSH. Ish kreu i këtij institucioni, Berberi, akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Më herët në qershor të këtij viti, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK njoftoi se ka çuar në gjyq ish kreun e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ervis Berberin dhe 21 persona të tjerë, si të dyshuar se janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash, falsifikim dokumentesh dhe shkelje të barazisë në tendera. SPAK ka hetuar mbi 8 procedura tenderimi dhe në 6 prej tyre ka rezultuar se Berberi është korruptuar nga 3 biznesmenët, Valter Begaj, Brunilda Buli dhe Ervis Lami, të bashkëpandehur me të në vlerën e mbi 77 milion lekëve. Një material strategjik britanik i publikuar së fundmi nga një grup ekspertësh të lartë të sigurisë, thekson se Rusia ka futur tentakulat e saj në Ballkan dhe po ushtron agresion të tërthort ndaj aleatëve të NATO-s në rajon. Dokumenti është nënshkruar nga ish-kreu i NATO-s Lord George Robertson, një nga figurat më me peshë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Në analizën kryesore, Robertson i bën thirrje Britanisë së Madhe të marrë një rol udhëheqës në Ballkan për të frenuar atë që ai e quan agresioni tërthort rus, i cili po zgjerohet përmes rrjeteve politike, ekonomike dhe paraushtarake. Sipas materialit, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina veten pikat më të forta të ndikimit të rus, ndërkohë që përmenden edhe vende anëtare të NATO-s, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, si shtete ku Moska kërkon të hapë korridore ndikimi. Qëndrimet britanike vinë në një moment kur deklaratat e kryeministrit shqiptar Edi Rama kanë krijuar dyshime të ndjeshme tek aleatët
përmendja e disa qëndrimeve proruse në intervista dhe takimi me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, aleatin më të afërt të Vladimir Putin, gjatë një samiti në Azerbajxhan, ka ngritur pikpyetje për pozicionimin e Tiranës në kontekstin e sotëm gjeopolitik. Agjencia e lajmeve Reuters ka publikuar një artikull në lidhje me pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se ka zgjidhur disa luftra përfshirë për ndalimin e një konflikti mes Kosovës dhe Serbisë, duke i vënë pikpyetje artikullit të saj. Ai ka bërë këtë. Presidenti Trump ka thënë se ai duhet marrë çmimin Nobel për paqe për zgjidhjen e 8 konflikteve që nga ardhja në pushtet në janar. Megjithatë, pretendimi është gjerësisht i kontestuar dhe konflikti ka flakëruar përsëri në disa prej rajoneve, përfshirë Republikën Demokratike të Kongos dhe përgjatë kufirit mes Kambodžës e Tajlandës. Skenë kaotike u regjistrua në një autostradë të ngarkuar ndërshtetërore në Florida, SBA, pasi shoferët e bllokuar në trafik panë një avion të vogël që po u drejtohej dhe më pas u përplas me një automjet në kalime sipër. Avioni Beechcraft 55 me 2 persona në bord u detyrua të bënte ulje emergjente të hënën pasdite gjatë orës së pikut. Në momentin e uljes së detyruar, ai goditi një makinë, duke shkaktuar një përplasje të fortë. Shoferi 57 vjeçar i automjetit u plagos lehtë dhe u transportua me urgjencë në spital. Ndërkohë, 2 27 vjeçarët që ndodheshin në avion refuzuan trajtim spitalor sipas autoriteteve. Piloti deklaroi se disa sekonda para uljes kishte hasur probleme me motorin, por natyra e defektit mbetet ende e paqartë. Pamjet nga vendngjarja treguan rrugën të mbuluar me mbeturina dhe pjesë të avionit, një skenë që pasqyronte forcën e goditjes. Publikimi i dokumentarit Sean Combs The Reckoning në Netflix ka hapur një cikël të ri reagimesh dhe polemikash. Seriali u shfaq më 2 dhjetor dhe trajton ngjarje që lidhen me akuzat penale ndaj P. Diddy, i cili vuan një dënim 4 vjeçar për transportim me qëllim prostitucionin. Gjykata e shpalli të pafajshëm për akuzat e trafikimit seksual dhe për akuzën e komplotit për shfatje, por dokumentari hap një sër çështjesh që prekin imazhin dhe rrugtimin e tij publik. 50 Cent deklaroi se Diddy dërgoi një buqet të madhe me lule në Club 11 menjëherë pas publikimit të dokumentarit. Ai e publikoi foto në Instagram. Buqeta përmban lule dielli dhe lule të bardha, të vendosura në një panel të gjerë. Forma dhe përmasat i ngjajnë një aranzhimi funeralesh, gjë që shton tensionin rreth interpretimit të gestit. Ky detaj e forcon reagimin e 50 Cent sepse buqetat me këtë format nuk janë dhurata të zakonshme dhe përdoren kryesisht në ceremoni homazhesh.